Nëse do të ishit në një kopësht fëmijësh apo në një parashkollor ose në një shkollë fillore, si mund t'ja shpjegonit fëmijën faktin që energjia është si ujë në rubinet, që sa herë hapim ka ujë apo ndonjëherë edhe duhet të presim? Në Shqipëri ka ndodhur që ka ndodhur dhe me ujin, kur hap qezmen nuk ka ujë, por ka ndodhur edhe me energjinë elektrike që ka pas ndërprerje të energjisë elektrike. Shkaku fillimisht ka qenë rrjetet shumë të amortizume dhe mos investimi në rrjetet e shpërndarjes sidomos kryesisht, dhe përsëri ka problematik Shqipëria në lidhje me këtë, por energjia nuk mungon, sepse ne jemi, ashtu siç e thash edhe më përpara, ne jemi vend sinkron në gjithë vendet e Ballkanit dhe ne futemi dhe marrim energji dhe nga pjesa qendrore e Europës dhe nga, domethënë, futen në Ballkan flukset e energjisë elektrike, sepse janë të lidhura vendet në mënyrë të tillë. Por ideja është që mënyra se si funksionon, mënyra se si menaxhohet, mënyra se si mirë mbahen rrjetet e kryesisht shpërndarjes. Ndaj fëmijëve të kopshtit do t'u them që të mësojnë për energjinë. Sepse është pjesa më e bukur e prallës nëse ne hapim qelsin dhe nuk ka energji. Domethënë kam qenë në shumë vende dhe ka pas probleme, defekte të tilla, të rralla, por ka pas, dhe ishte gëzim i madh për fëmijët në Amerikë, më ka ndodhur kjo, kur shtyp qelsin dhe nuk i vishin dritat. Ka qenë një problematik. Paska qenë e kundërta me fëmijët dhe fëmijët gëzonin, kurse ne në kohën në periudhat e tranzicionit që kemi kaluar, ne kemi pas mungesa edhe me orare energji. Sot po flitet Kosova që do të kalojë me orare, shkaku nuk është se s'ka energji, por shkaku është tarifat e energjisë elektrike. Ajo nuk mund ta përballojë financiarisht blerjen e energjisë nga vendet e Ballkanit, ndaj flitet për orare vetëm për prodhimin që mund të prodhojë momentalisht. Gjithashtu, Shqipëria, meqense ka një marrëveshje, duhet të jetë në krah të vështirësive që ka edhe Kosova, sepse nesër pas nesër edhe Shqipërisë mund t'i ndodhë diçka e tillë dhe mund të ketë nevojë shumë edhe për Kosovën dhe për vendet e reja. Që të mos kemi pra 3-24 orë. Ndaj duhet që të heshtin tregtarët e energjisë elektrike, mos të mundohen që të përfitojnë maksimale në këto vështirësi që kanë për momentin Kosova dhe Malizi, me çfarë diun. Kështu që duhet të shifet logjika, jo vetëm logjika e përfitimit maksimal se e gjeta në vështirësi, por duhet shifet edhe logjika e mundësisë për furnizim të çdo vendi.